Gjykata Supreme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka lejuar administratën Trump të kërkojë që seksi në lindje të shënohet në pasaporta. Gjykata me shumicë konservatore krijoi një urdhër nga një gjykatë më e ulët në Massachusetts që kishte ndaluar qeverinë amerikane të ndryshonte politikën e saj ndërsa procesi ligjor zhvillohej. Shfaqja e seksit në lindje të mbajtësve të pasaportave nuk shkel më shumë parimet e mbrojtjes së barabartë sesa shfaqja e vendit të tyre të lindjes ta gjykata. Në ditën e tij të parë në detyrë, Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv që njihte vetëm 2 gjini, duke bërë që SBA-t të lëshonin pasaporta vetëm me përcaktime mashkull ose femër, bazuar në seksin e një personi të regjistruar në lindje. Administrata Biden nuk kishte lejuar njerëzve të zgjidhnin vetë gjinin e tyre në pasaporta dhe kishte shtuar një opsion të tretë, X, në dokumentin e udhëtimit, i cili lëshohet nga Departamenti i Shtetit. Fitoria për administratën Trump e fundit në dosjen e emergjencës së gjykatës së lartë do të thotë që individët nuk mund të tregojnë më identitetin e tyre të zgjedhur në pasaportat e reja ose ato të rinovuara në të ardhmen. Urdhri thotë se qeveria me politikën e saj të re thjesht po dëshmon një fakt historik, pa nënshtruar askënd ndaj një trajtimi të diferencuar. Gjykata e lartë ka vendosur në favor të presidentit në raste të tjera të ngjashme që kanë të bëjnë me ideologjinë gjinore gjatë muajve të fundit. Në maj ajo lejoi përkohësisht administratën të zbatojë ndalimin e saj për personat transgjinor që shërbejnë në ushtri për të cilin Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv të veçantë. Administrata gjithashtu ka nxitur politika për të kufizuar lloje të caktuara të kujdesit shëndetësor për të miturit që identifikohen si transgjinor dhe për të parandaluar gratë transgjinore të luajnë në ekipet sportive të grave.